People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. Çfarë nuk tregojnë femrat? Jemi në një puntat tjetër të këtij podcasti, para ekranit të Blu Televizion, me një tjetër zonjë të ftuar, të nderuar në shoqëri, për shpirtin e lirë, për shpirtin artistik që ka, por edhe nga ky shpirt artistik, kjo butësi e shpirtit, me një disiplinë, me një stres të përditshëm në punën e saj të përditshme, që e përballon më së miri duke vezulluar sot si e ftuar. Faleminderit Alma Ferruni. Faleminderit ju për ftesën. Jam e nderuar. Faleminderit. Kush është Alma Ferruni? Alma Ferruni është një vlonjate. Vlora është ajo tingull i bukur që na tërheq. Domethënë të gjithë vlonjatët ne jemi shpërndarë për botë dhe sa na jepet mundësia e parë ne vim. Kjo është Alma Ferruni, vlonjatja. Thash që shpirti artistik, shpirti i butë i joti, më lejon që të drejtohem konfidencialisht, përballet çdo ditë me një stres të themi të përditshëm, me sfida. Pse? Ku doja të dilja? Se vetë jeta është një sfidë e bukur. Unë jam marrë pjesë me ngjitjen e Hiking Vlorën me alpinistët dhe kur ngjitem aty gjej atë relaksin shpirtëror. Jam ngjitur në malin e Sevasterit me 1200 metra. Ndoshta ishte pak e vështirë se unë vete shumë rrallë dhe aty gjej bukurinë, edhe te puna. Dhe puna është një sfidë. Unë kam mbaruar shkollën e lartë master për mësuese cikli, masterin kam mbaruar për psikologji, por unë aderoj në radhët e policisë. Për 20 vjetësh, unë jam kryeinspektore policie te paraburgimi. Kam punuar te paraburgimi Vlorë, tani jam në IEVP tek Mine Peza, 302, prej 2 vjetësh, dhe jam shumë e kënaqur. Pra, jeta është sfidë dhe unë ndihem mirë në këto sfidë jete. Tek ajo sfida e jetës të cilin e ke kthyer profesion, ka dhe gjakftotësi, ka dhe kontroll, ka dhe stres, ka dhe shumë të pathëna, ose shumë brenga të gjitha zonjushave dhe zonjave që fatkeqësisht për një arsye ose... Unë jam te paraburgimi i meshkujve. I meshkujve? Se zonjat janë në Pogradec. Janë në Pogradec. E ke mësuam dhe një informacion më të ri. Po që gjithsesi dhe meshkujt kanë mënyrat e tyre të treguarit të ndjeshmërisë dhe sensibilitetit. Por në fund të gjës, kontrolli dhe gjaftësia janë domosdoshmëri në punën tënde? Po, shkallka më kryesore. Ashtu si në jetë, e para fare, ne duhet të mbushemi me optimizëm. A i ylli mëngjezit, unë jam letrare, unë shkruaj romane, unë bëj poezi dhe ndoshta metafora më natyrshëm. A i agimi i mëngjezit, ylli polar, çdo gjë që ne na udhëheq, duhet të jemi mirënjohës për këtë jetë të bekuar. Dhe në qoftë se ne kemi në shpirt dhe në gojën tonë fjalën e ëmbël, puna bëhet shumë e bukur. Puna është dinjitet. Në radhë të parë, puna është dinjitet. Vetë veshja, vetë uniforma ta jep atë dinjitetin, respektin, dhe përkushtimi në punë është vlerë, është cilësi. Të jep uniforma dhe status, Alma? Po, ta jep status, jep goxha. Ti përballësh të dyja, duket e çuditshme. Edhe artiste, por dhe kryeinspektore, në një ambient të themi që po, unë punoj regjim të brendshëm me çunat që vuajnë. IEVP-ja është institucion i ekzekutimit të vendimeve penale. Pra nuk ata kanë për një faj, për një gabim janë nga gjykata, por ne kemi rolin që t'ua bëjmë jo të vështirë. Është ajo që të thash, si në mëngjes, dhe gjithoni që takon, ti nuk e pse i ngarkon stres njerëzve. Pra në qoftë se ne dim të falim mirësi dhe puna bëhet shumë e bukur. Ka të penduar aty ku punon ti, Alma? Normale, shiko, secili bën një gabim, edhe një gabim i lehtë njeriu pendohet për një gabim të lehtë.
Normale. Gabimi është njerëzor, ata më thonë të gjithë janë të penduar, normale, s'mund të thuash që s'janë të penduar. Nëse do riktheheshe në kohë, do bëje të njëjtën zgjedhje përsëri? Po, më pëlqen profesioni im. Unë praktikën mësimore për mësuese e bëra te Lefsallata dhe atje ndihesha mirë, se unë kam qenë nxënëse te Lefsallata, por ky profesion më pëlqen. Mund të thuash që e dashuroj si profesion. Ndihem mirë. Bashk, unë e kam interpretuar skenikisht bashkëbisedimin që të gjitha pyetjet me alternativa, më shumë herë ti se sa unë, ti zgjedhim edhe të kemi mundësi që të njohim Almën edhe për publikun e gjerë. Dakor. E ftuar. Faleminderit. Ja tash. Po. Atëherë. Kam bërë faktikisht një gabim, sepse i kam bërë shumë të imtash, por që besoj ja dalim. Faleminderit. Si ndikon ky profesion tek jeta jote jashtë punës, familja, shoqëria, marrëdhëniet? Ne sapo e prekëm që ky është një profesion i bukur, është një profesion që të jep shumë përgjegjësi, por dhe në vështirësi njeriu e gjen. Mos të harrojmë që çdo punë ka vështirësinë e saj. Që mjeku, që avokati, që minatori, çdo punë, edhe puna ime ka vështirësi, po aty gjendet edhe e bukura. Dhe vështirësia gjendet edhe e bukura. Po, paraprakisht në bisedën bashkë pas kamera, pas kuintave, Alma më thoshte se ishte gjithmonë optimiste, me energjinë e duhur, edhe gati edhe ndoshta atje ku nuk ishte ngjyra, Alma i gjente ngjyrat. E përshtatur është edhe tillë vizualisht për kënaqësinë time, për kënaqësinë tuaj shikues të Blues. Si janë raportet me ngjyrat? Ngjyrat që unë nuk e përdor dielli në poezi, e përdor diejt, e përdor qiejt. Pra, na përket kjo botë. Dhe pra, dielli nuk është një për ne, janë diejt, janë shumë. Dhe në qoftë se Zoti ne na ka falur gjithë mrekullit, atëherë pse ne mos t'i përthithim, pse mos t'i absorbojmë këto, edhe të marrim më të mirën. Ka një ngjyrë të preferuar tënden që të përfaqëson, të simbolizon? Ngjyra e natyrës është, se natyra i ka të gjitha, i ka gjithë ngjyrat e luleve dhe unë i përdor shumë. Ekspresive apo introverte? Jam e qetë. Jam e qetë. Do njerë qetësia, do njerë indiferenca është e keqe, po s'jam indiferente, po jam pak e qetë. I marr gjërat me kapa të këndvështrimin e qetë në jetë. Ka një shinë prej të cilës ti del, ose kush është limiti yt që nuk mban më? Jo, në momentet më të vështira, unë shkëlqej më shumë. Me thënë, mua jeta më ka përballur me vështirësi, unë fëmijët i kam rritur të 3 vetëm, se buri nuk më jeton, por unë në momentet më të vështira, unë shkëlqej. Pra nuk mposhtem. Është ajo ngjitja në mal, që ti do ta prekësh atë ëndër. Nuk të pret alpinisti, nuk të pret ai ecën dhe ti duhet t'i arrish shokët, nuk duhet të vjellesh mbrapa. Pra unë jam ringritja gjithmonë. Nuk bie. Domethënë unë shkëlqej në ditët më të errta, në thonjza unë shkëlqej më shumë. Është edhe një mesazh i bukur për të gjithë juve që jeta ka momente të vështira, dita ka momente të tilla, por është e bukur kur anijen ti e nxjerr në breg, nuk ngelet ania. Është shprehje shumë e bukur që vërtet uji është ai që e mban anijen dhe uji është ai që e mbyt. Po e bukur është që anijen tënde të jetës, se të gjithë jemi udhëtar dhe shtektar, ta nxjerrim në breg. Dhe unë e nxjerr. Çfarë do ndryshojë në anijen tënde të jetës, Alma? Asgjë, jam shumë e lumtur. Jam e lumtur. Lumturia vjen së brendshmi? Është një faktor së brendshmi apo nga ndjesitë apo nga faktor të jashtëm? Atëherë unë përpiqem të paktën të parët fare 3 shokët e mi më kryesorët janë 3 fëmijët e mi. Ata kur bëj ata shok, për mua pastaj 3 fëmijë, 2 vajza, 2 vajza, 1 djalë. Djemt janë çik më them unë atë shprehjen e bukur që djali më nuk e shkon kur mama ndoshta me inat asnjëherë, është më i dashur, po dhe çfarë janë të dashura. Kështu që unë i kam si shok të 3. Kush ta ka marrë shpirtin? Pas djali, djali mami thohet, ë? Cila është mantra ose mendimi që të mban të fortë edhe kur gjithçka duket e vështirë? Sapo e them duket? Kjo ishte. Pra, duhet të gjejmë gjithmonë, ne e dim atë shprehje të që është dritë në fund tunelit, është shprehje e ditur, por është ajo që unë e kam si shprehje që Zoti na i ka dhuruar gjithë të mirat. Pse mos të marrim gjithë të mirat nga gjithë? Mirësia është e brendshme. Pse mos ta shfaqim këtë mirësi? Fjala e ëmbël.
Fjala ëmbël është. Duket e lehtë për ta thënë, që pse mos të marrim të bukurën, pse mos të marrim dritën, pse mos të marrim jetën, por në praktikë është e vështirë. Jo. Pse jo? Po nuk është e vështirë, se i përkasim kësaj bote, i përkasim të gjithë, jemi bitë të Zotit, e thash prapë. I përkasim kësaj bote, let shpreja, jetoj jetën tënde dhe lëre tjetrin të jetoj shpreja me që nësishme. Pra, kur je i lumtur, ti nuk e kohë të merresh pra duhet të përsosemi. Duke u përsosur njeriu, duke qenë shumë i lumtur në brendësinë e tij, nuk ka kohë të merret me vogëlsira. Të kanë lënë të jetosh? Po. Flas opinionin publik. Më kanë lënë se unë jam tip që i respektoj dhe në gabimet e tyre njerëzit, sa i respektoj. Për shembull, në një marrëdhënie me një shoqër që mund të kem shumë vite dhe sikur të më padashje, unë e prapë respektoj, se respektoj kohën që i kam dhënë. Njeriu respekton dhe kohën. Dhe 5 minuta që unë do pi kafe me një person, nuk i mërzim se respektoj kohën time dhe koha është monedha më e çmuar. Të ka pranuar kushdo në jetën tënde, se në fundit ka kalimtar pa fund jeta. Të kam pranuar për almën që je? Apo të është dashur, ndoshta angazhim? Ndoshta, angazhimi po. Por është një diçka që ne ndoshta e marrim, edhe mielli po nuk usit, nuk do duhet dali sa krunde. Por e përgjithshme është në miksin time janë pozitiv, në familje, në shoqëri. Ke mikesha të ngushta? Kam. Në Tiranë kam bërë çuditëri shumë. Po si e shpjegon? Nuk e di, dhe kjo po... Ka më socialitet jeta atje, apo... Tirana të e ka atë që lëre të jetoj njërësit, e ka, po edhe Vlora e ka, normale. Shko, Vlora ka magji më tjetër, ka një magji më të bukur. Pse vendoset të ikësh në Tiranë? Për një sfidë, prapë sfidë ishte edhe kjo. Prapë sfidë? Sfidë. E nevojshme për ta ndërmarrë? Vitin që vjen, unë nditoj për oficere, se më takon dhe do marrë statusin oficerit. Vitin tjetër në podcast, almë për si oficere. Po, mund të vide me uniform. Ja dhe tek një tjetër pyetje, pra me profesionin. Cila është gjëja më humane që keni parë brenda burgut? Humanizmi lind brenda vetë njeriut. Liria është ajo gjëja më e shtrenjtë. Njeriu e ndëron lirinë. Dhe humanizmi lind tek liria që e ndërojnë. Shko, ndodhi pandemia dhe njerëzit nuk thoshin që tjetër. Ti nuk shikoj njeri të ankoj. Në qoftë se ti ke dëgjuar do njeri në kohën e pandemisë të ankoj për ekonomik për gjë, jo. Ankojshin vetëm për lirinë. Pra liria është ajo humanizmi shkalla më e lartë. Alma, jemi ne më të lirë se të gjithë personat që fatkeqësisht janë brenda 4 mureve, apo janë ata më të lirë se ne? Jo, ata e ndërojnë lirinë. E ndërojnë edhe e prekin lirinë. Pyetja është figurativisht, sepse ata e ndërojnë lirinë dhe e prekin dhe pastaj përsosen se shumica janë familjar, prindër, ose diçka. Liria është gjëja më e shenjtë që njeriu që s'ka çmim, as lihet as shitet. Po, bravo. Një tjetër pyetje për Almën. Faleminderit. Besoj se biseda po ecën me ritme të duhura. Po shikojmë një Almë të ndjeshme, një shpirt artistik siç e përmendëm, një shpirt të butë. E ka ndryshuar ky profesion forcën apo feminilitetin tënd? Jo. Tash profesioni mua më ka përsosur, më ka bërë më të mirë. Të ka bërë aq të mirë sa je dhe autore e librash. Po. Sa dhe pena jote shkruan, hedh mendime. Kur i ke mendimet, ose kur pena shkruan? Në çfarë momenti? Në momente vështirësie, në momente qetësie, në momente reflektimi? Vargjet faktikisht, vargjet janë ato që njeriu i ndjen, ndoshta kur provon dhe një farë dhimbje, kurse romanet, librin me pralla, për shembull, Mbretëresha Anë, unë e kam libër të ideuar me pralla. Këto janë prallat që unë i kam dëgjuar rrëfenjat, janë rrëfenjat, Mbretëresha Anë është Ana Bolena, takon kopshtarin jetë, dhe po tregojnë gjithë rrëfenjat e... Mund të lexoj një pjesë. Do të lexoj një pjesë? Do ma lexosh një pjesë, por pse ke ndalur tek zhanri i prallës? Kam bërë dhe roman, kam bërë Kleopatrën. Ku gjendesh midis te romani? Romanin është më shpreh më shumë
Unë në roman ndërthur edhe ngjarjet aktuale. Te Kleopatra, për shembull, që është një roman, është një piktor vlonjat, dhe ky po pikturon të dashurën e tij, dhe e lidh me Kleopatrën me Jul Cezarin Mark Antonin. Pra dhe historia alternohet. Ka elementë tuat të jetës tënde në penën tënde? Ka. Do me thënë edhe elementë autobiografie. Jo autobiografik, është ndjej, shko, kur fillon shkruan nuk je ti, është dikush tjetër. Po pse merr këtë personazh? Po të përshkruar Shalmën, e ke menduar apo ndoshta në një moment të dytë? Jo, se e kam ndërthurur në këtë mënyrë. E ke ndërthurur në këtë mënyrë. Ndjeki më mirë një fragment nga shkrimi juaj? Ndaj me kënaqësi. Sekreti i saj. Jeta, kjo jeta. Kush dreqin e hodhi far? Fera dhe drizat, qejti qa. Ishte sekreti saj, dhe ajo e vuante me kaq fanatizëm, si një ëndër në sirtar fshehur prej kush e di se sa kohësh, një mister i tërë. Kishte sa ankth, ta zotëronte atë degës praruar të ndafili. Ç'ishte kjo ndjenjë, po e mbyste dhe po e turbullonte kaq keq? Yshtje apo mulli shpirtërore? Nuk mundi të kuptonte asgjë. Gishtrin të hollë, e të lirë, tash ngjakosur nga dregzat e gjembat e shumë gjembaç, të shpëndar kërcellit aromir dhe gjethe të bleruara sa shumërën për tokë, zhvirgjëruar në qiellin e pastër jetë. Ke sekrete, Alma? Sekrete? Sekretet janë ajo arka magjike. Njeriu duhet ke sekretet e tij. Unë diplomatike përgjigja më duket. Jo, është të përsosin dhe sekretet përsosin. Është një kasafort. Di të mbash sekrete? Po. Di se unë kam atë shprehje që unë shikoj syt e personit përballë. Nëse ato sy, do të thënë në kohë që unë them diçka, filloj në bëj një mister tjetër, unë e ndaloj. Gjithmonë sekretet i thua me një mik ose mike shumë të fortë, shumë të mirë. Dhe fëmijët nuk i fut në trazira. Shka, unë jam me fëmijët jam shumë e kujdesshme. Do të thënë me fëmijët mund të them që unë e mas shumë fjalën me fëmijët e mi. Pse ke zgjedhur ti jesh tillë? Se dua t'i kem shok të ngushtë. Ata nuk duan, do të thënë fëmijët e mi nuk duan të shqetësohen për gjëra koti, duan vetëm fjalën e mirë. Edhe unë si puna e atij ujit burimit që gurgullon, edhe lëre ta shijojnë ta shijojnë këtë jetë të bekuar, se kjo jetë është e bekuar. Je zhgënjur nga sytë e dikujt që ke besuar? Nuk para zhgënjim kollaj se e mas shumë. Tash, sekretet është gjë më e bukur që njeriu arrin. Arrin t'ja rrëfej vetes ti. Thjesht kemi dhe shok të mirë ose shoqe të mira, unë në Tiranë kam vërtet shumë, por gjëra të lehta. Është e vërtet është një kasaforte, një çelës magjik që ka qenë një prallë shumë e bukur që mbahet, po. Shkojmë te pyetja e radhës. Shkojmë te bashkëbisedimi i radhës për të ndarë edhe të tjera të pathëna të Almës. E kënë censuruar ndonjëherë veten teksa shkruan pse? Jo. Kjo është unë kam guxuar shumë dhe guxoj nuk ka censur në librat e mi dhe në poezi unë kam bërë poezi dhe shumë të forta. Jo, nuk ka, është, thënë, nëse unë do arrit të censuroj veten në libër, unë nuk do shkruaj më. Po më pëlqen shumë kjo rastësia e bisedës tonë, edhe pyetjeve që ne po marrim radhës, kështu që jemi në ritmin e dur deri më tani. Shpresoj që ti jesh komod. Po. Dhe padyshim që cilat janë ato zakonet ose ato ritualet që të japin atë energjinë dhe forcën për të përballur momentet e vështira. Ke një ritual tënd ndoshta të përditshëm, një moment reflektimi, ndoshta një kafe buzdetit, nuk di. Rituali më i bukur është buzliqeni tani për faktin se jeton Vete, jo, po rituali më i bukur është që unë kur sa mbaroj shërbimin, kur marr pushimet unë nisem direkt në Vlorë. Unë vi me uniformë. Pra Vlora është e bukur që anteu nga toka me fuqin dhe unë nga Vlora marr, kështu që rituali im është thjesht vete në punë, vi nga puna, merrem me shumë aktivitete edhe në Tiranë, por në Vlora ka filluar po merr për masa shumë të mëdha në aktivitete. Kemi pasur shumë aktivitete këto kohë dhe do kemi shumë vërtet, dhe këto janë ato që të përsosin, nëse kam. Ndihem mirë. Ari i gjitha angazhimet e mia i përballoj, dhe familjare dhe shoqërore të gjitha.
Si ke ruajtur këtë balancë? Sepse duhet thënë që angazhimet e tua janë me përgjegjësi, kërkojnë kohë, patjetër. Është vërtet. Kërkojnë edhe seriozitetin e Po, duhur. është vërtet. Për të arritur atë që besoj të dyja bjem dakord, nuk ekziston më e mira, por t'i afrohemi të mirës. Ka një balancë. Unë kam i kesha poete në Vlorë shumë të mira, që ne takohemi, pim kafe, në shkëmbejmë mendimet tona. Unë në Tiranë, në Vlorë kam gjetur, kam bibliotekë shumë të madhe, po në Tiranë kam gjetur libra original. Atë Sergjin e Tolstojt. Librat e Gide Maupassant, Miki Bukur Bellamy, Një jetë, të dashurohesh mes një imazhi, Balzaku, që e këshillon atë djalin të kesh kujdes biri im, thot në hapin më të rëndësishëm të jetës për martesën. E kam gjetur libra original dhe ndihem shumë mirë. Megjithatë nuk lë pa lexuar dhe librat e shkrimtarëve shqiptar. Para një muaj lexova Dimitër Gjovanin, Vdekja e Zotit Kalotit, ishte viti 51 ngjarjet dhe tregonte dashurinë për pronën, që ne u kthyem prapë për te kjo dashuri. Sa njeriu u bë shumë i ngushtë që të shiko, prona nuk është në vetvete, prona është diçka, po jo aq sa njeriu të bëhet sklav. Unë fjalën sklav nuk e duroj dot. Sa e tham që liria është gjëja më e madhe. Dhe kam gjetur libra shumë të bukur, Mjella e Qillerin Po, që është nga Vlora, nga Narta, dhe kam gjetur libra vërtet në original. Dhe i ndaj me mikeshat. Janë dhe ato librat e Turgenjevit e këto që i gjën dhe ka €1 në Tiranë, pra kam gjetur libra shumë të bukur. Plus që bibliotekat e Tiranës mi kanë marrë, edhe këtu në Vlorë, unë i kam tek Toenat e këto, po mi kanë marrë gjithë librat dhe mi kanë shitur. Edhe në Kosovë më shiten, unë vete shumë në aktivitete në Kosovë. Si është publiku andaj, si të pres? Është shumë mirë. Unë kam vajtur dhe si presidente jurie te kisha Abrahamit në Llapushnik të Prishtinës. Kemi vajtur në Vushtri është shumë mirë, është festivali poeteshave. Shkodra është dashuri më vete. Shkodra është Farida Zmiani, unë duhet ta përshëndes, ajo bën aktivitete shumë të mëdha të forta. Gratë frymojnë vlera. Edhe vemi gra nga gjithë diaspora, nga Shqipëria dhe paraqisin poezitë tona dhe fitojmë. Të ka ndodhur të ndihesh habin e bashkëbiseduesve, miqve, të rinj të krijuar pikërisht në këto vende që viziton, ti prezantohesh me botën e artit. Po, patjetër. Por kur shikojmë këtë profilin tjetër, kryeinspektore, themi, ne? Ndoshta nga që unë jam tip që... Të ka ndodhur rabia, e ke lexuar rabin, ta ka shprehur? Më ka ndodhur në Shkodër, kur më kanë ftuar në një studio, më thanë se në Shkodër, unë jam ftuar me 3 mikesha shumë të mira poete, kanë qenë luftarit UÇK-s, dhe mbas atyre unë ndodha bosh, dhe thënë nuk flas dot, se ato ishin vërtet luftarë, e më thanë ti vi nga Vlora e Flamurit. Okej, pastaj, aty fillova Vlora e Flamurit, kështu që jo, ndihem mirë me profesion tim, ndihem e lumtur. Digniteti këtu fillon, që unë ndihem e lumtur kur vete në punë, nuk ndihem asnjëherë them ndihem mirë. Sa dashuri ke? Po, sa dashuri ke? Dashuria e para, dashurinë më të madhe. Dashuria e parë është dashuria për jetën dhe mirënjohja për jetën. Vazhdon të jetë me të njëjtin intensitet? Tani është më fort. Tani është më fort. Tani është ajo. Po çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar ajo që unë tani i kam arritur objektivat e mia dhe do të i përsos. Jam tani të përsosja, edhe tek vetja ime, do të përsosem. E them dhe si shper, mund të bëja gabime më pak, më para, tani s'do të bëja asnjë lloj gabimi. Pse? Fillon njeriu të përsoset më shumë. Jam të përsosja. E arrin? Arri. E bindur. Po, e arri. Je natyrë dhe karakter që fal më shumë dashuria, po të falin? Më falin. E gjitë e mikeshat që më falin, po, më falin. Jam e mirë pritur dhe kur je i mirë pritur është se gjithmonë mirë pritur, më falin dhe ndoshta dhe unë mase ka mënyrën time që reagoj në një farë mënyre. Po në jetë, e ke ndirë për gdhelin e saj? Të ka mbajtur ndoshta të privilegjuar vetjeta? Ka qenë çështje fati që je ku je, apo të është dashur punë? Unë kam jetuar dhe në Itali në vitet 97-2002, kam qenë komisariat, pastaj i kam në Itali dhe atje kam gjetur veten sikur isha në Vlorë. Kisha marrë një bicikletë, shëtisja, bëra mikesha shumë të mira, i organizoja mikeshat e mia nga Shkodra, nga Tirana që dilnim, pra njeriu kudo që është duhet të bëjë atë të tillë. Dhe pastaj jeta ti kthen këto rrezet e diellis, me që kishim te dielli.
e jotja në vazhdim. Faleminderit. Jemi me Alma Ferunin, shikues të Blu. Jemi në puntat tjetër të podcastit se çfarë nuk tregojmë femrat. Në këtë rast se çfarë nuk tregon Alma. A besoni në rehabilitim? Çfarë ndihmon njerëzit realisht të ndryshojnë? Rehabilitimin e tham, që është ajo liria e ndëruar që njerëzit shiko, secili nga ne bën një reflektim për jetën e tij. Secili, domethënë 24 orë nuk janë pak. 24 orë janë shumë. Në 24 orë njeriu arrin që të analizoj shumë gjëra. Dhe 3 sekonda dhe arrin të është si puna e frenit. Unë kur ka marrë patentën, pash në pasqyrë, rregullova të gjitha dhe kisha emocione se po i pja marshin e dytë. Dhe më thot, pse kur që makina ka çdo marshin? Pra është ajo reflektimi që ti e ka, po e more. Pra unë reagova, është ai reagimi. Dhe rehabilitimi ky është që të gjithë njerëzit e ndërojnë lirinë, ndërojnë paqen. Nuk ka, është një luftë të brendshme se ajo, domethënë ndonjëherë është e keqja që do të triumfojë, nuk diskutohet se ne nuk mund të themi që çdo gjë është se po të ishte kështu do ishim gjë e rrallë tek paraj se Adami dhe Eva. Falja shynore, apo jo? Po, falja shynore. Po pse ne bit e kësaj toke kemi vështirë të falim? Se është egua, është një ego e brendshme që nuk të lejon. Por unë ta preka pak më parë, thash Po ti je egoiste? Jo, di pse si jam egoiste, se mund në brendësi normale mund të jetë diçka, një grimc në shpirt, por unë dua ta ruaj një miqësi. Thash, një miqësi që unë ditë të them më fal. Nëse unë kam thënë diçka pa dashje, them, mos e thash gabim. Kjo është ajo që mos më ka lënë që të gaboj. Pra, normale, nuk po themi që jemi të përsosur. Ndonjëherë me prindrit duhet të sillemi çik më putë. Për arsye se ne prindrit themi që i takon ose po të sillesh po ke të drejtë. Ka motra është përkthyese në Luksemburg edhe thot po babi, po e thot shumë bukur. Unë jam pak njeri që dua të ara atë muhabetin edhe diskutoj pak më tepër. Po motra ime ka zgjidhur shumë mirë. Po babi, edhe vllai kështu thot po babi. Më pëlqen kjo. Të kritikojnë apo të kanë kritikuar fëmijët e tu në ndonjë moment? Fëmijët po të më gjejnë sigur edhe pa gabim do më kritikoni, po unë e kam kapur këtë kleçk edhe mundohem t'i bëj gjërat shumë mirë. Kanë marrë nga modeli yt të bëri të gjërës mirë? Janë më të mirë akoma. Janë përsëri po. Jemi pikërisht te një mesazh. Ndoshta ky mund të ishte edhe në mbyllje, por gjithsesi jemi në parantezë të mesazhit. Një mesazh për të gjitha ato gra që ndjen të lodhura emocionalisht. Ndjen të dorëzuara, ndjen në luftë ndoshta jo mirë me veten, por edhe me kushtet. Ne jemi konshient që Shqipëria ka ndryshuar për mirë. Unë në libra më shoj pak ndoshta dhe puna me meshkuj, edhe në këtë libër, tregoj se si është një prallë, është shumë e thjeshtë. Tregonte në ato kohë të para, tregonte një zonjë, u martua me një që s'ishte në gjendje. Dhe i merr postikën babait, dhe e merr e bën në çorape, e shet, mendoj u bë shumë e pasur nga puna e saj, nga vetmojimi i saj, dhe burin e priste me fjalë të ëmbël. Erdhe aga, pra, nëse një femër i jep shumë, do i kthehet. Pra, fëmijët, vetë se familja është vërtet shenjtëri, fëmijët ka nevojë për atë paqen në familje, s'duan ato grindjet. Ka çifti, mund të dalit të konsumoj një kafe, të gjithë kemi ato problemet tona, po duhet qetësi, emocionale. Emocionale është nëse e merr me qetësi, çdo gjë për mua është diçka që ja del. Po në qoftë se unë kam shumë të kjo libri, në qoftë se kur ikën në mëngjes... Çfarë ka të veçanta i libri? Kjo ka gjithë rëfimet, të gjitha prallat, kjo i ka se sa femra i jep kontributin në jetë. Në qoftë se në mëngjes që buri, për shembull, ikën ose djali, vllai dhe ikën thotë miru pafshim, duhet i thuash e mbar dita. Pra arsye se nëse ti do fillosh të ankohesh, nuk ka frigoriferi, ai do mendoj se si ta mbush atë frigorifer. Pra duhet jemi shumë
E kam dhe si shpreje, kur ikim në mëngjes, nga nxitimi atë derën e përplasim pa dashje, dhe kur kthehemi e përkëdhelim atë derë. Të gjithë, kur nxitojmë e përplasim pa dashje, pastaj kur kthehemi është ajo dera që na pret. Pra dhe familja kjo është, që të mblidhemi të lumtur, të gëzuar, fjala e ëmbël për mua është gjithçka. Me Alma Feruni do të rikthehemi vetëm pas pak për të tjera pyetje, për të tjera përgjigje, për të tjera pjesë të cilat do t'i ndajmë bashkë, vetëm pas hapësirës publicitare. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejtë dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do t'jenë të paharruara. Zgjedhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust. Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryezë një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Jemi sërish bashk, Alma e tashmë e ka në duar pyetjen e radhës. U shkëputëm vetëm për pak, ju shpresoj të jeni aty para ekranit, për të zbuluar Alma Ferunin tjetër. Atëre prap nga puna. Prap nga puna, lere punën, se të lodha me punën, unë ty të mora këtu që të kënaqemi, të argëtohemi, e fort fizikisht apo emocionalisht? Çfarë do të thotë për ty forcë? Ja të kemi. Këto ndërthuren, dhe fizikisht dhe emocionalisht. Unë përpiqem shumë që të jem aktive, të vete në palestër, kam bërë dhe kickbox, po, gjithë normale, i alternoj. Më jam tip që nuk ri dot pa, kam marrë dhe titullin ambasadore e paqes, nga Federata Ndërkombëtare, nuk kam lënë asnjë lloj kursi, asnjë lloj shkolle pa bërë, më jam tip në kërkim. Pra nuk them kur mjaft. A ka pasur dikush ose diçka që ti ka shtyr kufit e krimtarisë? Ordra. E kuptova, është e bukur. Atëre unë kam mbaruar tregtaren dhe unë kam lexuar shumë. Atëre ishte një gjë, ju nuk e keni iden, ishte thesar. Dhe tani është thesar, po atëre nuk gjendej. Për arsye se atëre televizioni fillonte në orën 6, në orën 10 mbaronte dhe ti nuk ishte si e mbushje ditën, dhe unë kam lexuar shumë.
Profesorët mua më kuptoni, kur ria urt në orë të mësimit, më thoshin Alba çapo lexon. Unë po nuk lexova, do pikturoj. Domethënë unë kam tip, po nuk pikturova, pastaj po nuk lexova, do flas. Ka qenë ndjesi e brendshme. Po kam lexuar shumë. Kam Lulja e Mollës, Lulja e Kujtimit, sikur ti isha djalë. Ne sot e kësaj dite prekemi kur Shpendi i thoshte dijes kur vajzë merrte librin, zojush çfarë libri do lexosh. Edhe fati i dijes na dukej sikur ne do të ta ndihmonim. Kam lexuar shumë, edhe vazhdoj të lexoj shumë, dhe ndihem shumë mirë që librin e kam armën time më të mirë. Po ne pse mi larguar kaq shumë nga libri? Jo. Jemi të varfër shpirtërisht në momentin që nuk e kemi këtë pasuri? Jo, nuk është se jeni larguar, tani është prap një gjë e mirë, se tani është dhe bota më e zhvilluar nga të gjitha anët, dhe interneti nuk është ndonjë gabim që thon ndonjëherë, jo, nuk është ndonjë censur, por ne kemi qenë një brez që kush na dhuronte një libër për ne ishte pasuria më e madhe. Edhe të nesme shoqja e donte dhe ti duhet të rije gjithë natën ta lexoje librin. Si ndërton procesin të shkruarit? Rituale, ndoshta momente të ditës, në izolim, ndoshta momentet e tua më energjike? Jo, poezia më vjen natyrshëm. Kurse kur dua të shkruaj romanin, ngrihem shumë shpejt në mëngjes. Poezia po, që është diçka që për një ndjesi, për një gjë, mund të shkruaj edhe për 2 sekonda, hap kompjuterin dhe shkruaj, ose edhe në celular. Nuk është, poezia është diçka që rrjedh. Çfarë vlerëson realisht ti? Stilin apo të vërtetën? Stilin, të vërtetën. Poezia duhet të ketë një mesazh, duhet të ketë një goditje në fund. Jo të thuash se ne e dim që ran lulet, ran gjethet, ne i dim këto, po është mesazhi që ti përcjell. Mesazhi është gjëja më kryesore. Edhe unë e përcjell mesazhin. Më mirë atë të vërtetën e hidhur edhe në jetën e përditshme, apo ato gënjeshtrat e bardha që të Shko, donjëherë janë edhe gënjeshtrat e bardha. Janë të nevojshme. Janë të nevojshme edhe gënjeshtrat e bardha. Edhe gjellës tjetër krip, nuk ka, do atë. Bëhet ujdeti pastaj. Bravo. Kështu që, jo t'jalma. Nuk e nevojë të pish një oqean të tërë, se me një pikë ujë e kupton që është i kripur. Cila fjalia jote është dhe kredoja jote në jetë? E bukur kjo, shumë e bukur, kredoja jote në jetë. Mirësia dhe mirënjohja. Mirësia dhe mirënjohja. Një mikesha ime më tregon për gjyshen e saj, kishte 104 vjeçë dhe e pyet. I thot, ç'është jeta? Ajo i thot, bia ime nuk është asgjë, futesh nga dera dhe nga dritarja. Thash, jo, nuk jam dakord. 104 vjeçë është një gjë shumë e bukur. Zoti ka lënë një hapësirë të madhe, ke bërë fëmijë, nipër, mbesa, ke shijuar, ke dhënë kontributin tënd. Pra, jeta nuk është, ndonjëherë thonë shpreh, jeta është e shkurtër. Jo, jeta nuk është e shkurtër, jeta është shumë e gjatë dhe është shumë e bukur. Dhe 24 orë në ditë nuk janë të shkurtra. Janë 24 orë të mjaftueshme për shumë gjëra të bukura. Kjo është mirënjohja, unë jam shumë i njohës e jetës. Po dikujt në veçanti, apo si detyrohesh kujt për almën që je sot? Jam menduar të përsosem. Vetë? Ke pasur ndihmë? E di pse them jam menduar të përsosem, se mbaj mend që kur kam qenë e vogël që mbyllesha në atë botën time, shkruaja poezi, kam shkruar shumë shpejt dhe lexoja shumë. Kësaj familja normale që ka qenë pushtetje. Kam qenë e përgëdhelur. Edhe nga motra dhe nga vllai dhe nga prindrit. Tani nga fëmijët. Nga fëmijët jam shumë e përgëdhelur, ndihem mirë. Po veçanërisht nga djali vazhdojmë akoma me... Jo dhe vajzat janë njësoj e përgëdhelur nga të tre. Kjo është gjë e bukur. Çfarë moshë kanë fëmijët Alma? Mirë. I kanë qenë të tre në Bruksel, tani kam marrë të voglën këtu, po kanë jetuar në Bruksel. Çfarë moshe kanë? E vogla 19, djali 23 dhe e madhe 29. Shumë mirë. Do të thënë janë shumë i të kam rinë si shok. në brezin e... Po i kam si shok, jetojnë në Bruksel. A preferon të shkruash për ndjesi apo për histori? Ndërthuret, si thash, unë mbretëresha është histori Ana Bolena. Është ndërthurur këtu historia, prava Kleopatra është mbretëresha Kleopatër. Është një arsye shkrimi pena, përveç faktit që është e brendshme, absolutisht nuk e diskutojmë këtë. Po është edhe një arsye më tepër të lësh gjurëm? Po, është... Sa e rëndësishme është për ty kjo? Për mua është e rëndësishme se unë kur shkruaj nuk kam asnjë lloj limiti.
nuk e një limitin. Pra, unë çdo padrejtësi, çdo gjë që ndoshta nuk e shpreh, në shkrim e ke të gjithë, unë i reflektoj gjithë realitetin e jetës, unë e kam të reflektuar në shkrimet e mia. Unë mendoj se përgjigjen e kësaj pyetje që kam në duar, edhe ndoshta e kam kuptuar gjatë bisedës me Almën, por gjithsesi jam e detyruar ta bëj për transparencën edhe të publikut. A ka një moment me familjen tënde që të ka prekur më shumë gjatë periudhës së vështirë? Besoj se mund të ketë qenë humbja e bashkëshortit? Humbja e bashkëshortit. Ma kërkon fletën për vërtetësi? Jo, është si pika e Arkimedit, që thotë më jep një pikë edhe është ajo që unë dua të bindem shumë vetë. Jo. Periudhë e vështirë ka qenë normale, po ajo ishte periudha që unë i vura vetes forcë. Unë atë periudhë më mend vetë që unë i vura vetes forcë, ishte një forcë që unë duhet t'i vija, 3 fëmijët e mi më kishin mua të boshtin, unë të thash jam tip shumë optimist, fjala ime është kam plot. Kur i thua një fëmijë që ka imi plot, fëmija e bën atë gjumin e qetë. Se çfarë do bësh ti, se si do ta kullandrizësh ti atë mielin, do bësh petulla, do ta bësh kek, është problemi jot. Dhe unë e kam pasur këtë, kam plot. Humbja e jetës së mamit më bëri të reflektoj gjatë. Ndoshta ajo lidhja me mitrën akoma nuk është shkëputur, se kemi qenë 9 muaj. Janë shumë të lidhura këto gjëra. Kështu që unë, motra dhe vllai, kur mami ndëroi jetën e të tre në atë kohë, kjo është ajo. Humbja e jetës mamit më demoralizoi pak, por pastaj fillova të ringrihesha prapë. Fillova, po shumë e vërtet. Në atë moment jam demoralizuar. Po. Kam rënë. Dhe si deja vu më vjen edhe një bisedë me një mikeshën time që së fundmi ka humbur grua e fort prapë dhe ajo. Po? Grua mediatike ka humbur nënën së fundmi. Pra shumë. Dhe lidhja. Pikërisht. Placenta është shumë e fortë. Ma rikujtove bisedën me të edhe për demoralizimin dhe për dhimbjen, edhe për vetmin që ndjen. Viola tha jam vetëm. Po, por duhet për forcë të ringrihesh. Duhet forcë që të përballesh, se në fund të fundit jeta vazhdon. Ka pa 3. Kape një nga fëmijat. Më për profesionin nuk do të gacmoj, jo Alma. Kur shkruan ke më shumë dëshirë të tregosh apo të shërosh. Po, shumë e bukur. Shumë e bukur. Atëre në tregimet e mia, thash, unë filloj futem në atë botën e personazhit, do të them diçka për Balzacun. Shkrimtarët më mëdhenj pa rënd në atë, se unë bëj pak, jam ndoshta edhe profesioni që punoj me meshkuj e këto, por shkrimtarët më mëdhenj janë meshkuj. Balzacu, do të thosha për këtë të shërosh, Balzacu vente në çdo vend që dëgjonte zhargonin popullor. Kur po bënte Xhagorioj, po shkronte, po pinte kafe, lumej kafe që ka pirë, dhe në kohën që Xhagorioj po vdiste, ai po qante. Dhe kur vete zonja që po jipte kafen, i thotë, zotri, pse po qanë? Po vdes Xhagorioj. Pra ai po përjetonte vdekjen e Xhagoriojit. Ky është shkrimtari. Ato dhimbjet në stomak, ajo përjetimi, nuk është shkrimtari që të bëj diçka në ajër, se njerëzit janë shumë. Ndaj po them, ose të lexosh prap tek Balzacu, ke njojtur edhe gdhëndjet të portës, janë tamam shkrimtarë të mëdhenj. Pastaj tek Tolstoj, që më pëlqen shumë atë Sergji, duhet ta prek dhe këtë. Atë Sergji është nga novelat më të bukura që më kanë ngjitur. Vetë ky Sergji... Unë jem shumë e paplotësuar në bisedën tënde të krimtarisë. Atë Sergji ishte i fejuar dhe nuk e prekte të fejuar me dorë për arsye se adhuronte. Pastaj merr vesh që kjo ishte dashura e carit. Dhe ky donte të bëjë më i madh se cari. Po si mund të bëj? Cari ishte vënë vendin për general. Dhe atë Sergji nuk pranoi. Shkosa një... Ata kanë shkruar, domethënë, kolos mendimi, janë... Unë e kam dhe si pyetje do njerë dhe e them që shkrimtari dhe e them këtë me bindje, duhet të hyj shumë në lëkurën e personazhit. Ashtu si duhet pa i dhe një asë në mëngë në jetë, se përshtu në jetë ne nuk i themi të gjitha. Unë dhe në këtë bisedë nuk i them të gjitha, një asë në mëngë normale që e mbaj. Ose edhe lëkura e shagrinit është nga librat më të bukur që a i humbi, se më kujtua Bixhozi që humbi dhe pastaj
vajti që jeti atë lugur në Shagri, dhe sa kishte dëshirë, zvogloi jeta, se ky ishte kushti. Dhe kur kishte dëshirë të puthte gruan e tij, zvogloi jeta. Pra shko sa e bukur është kjo jetë. Sa e bukur është dhe ne duhet të jemi mirënjohës. Unë jam shumë të mirënjohja. Në shumë të mirënjohja. Më vrau veshin faktikisht. Pse shkrimtarët e mëdhenj janë meshkuj? Po, se... Po ndërkohë që dashurojnë thellë dhe fort femra. Shiko Alma. Apo kemi këtë perceptimin e gabuar? Jo, nuk është, po për shembull, edhe shkrimtarët shqiptar nuk mund të shkruaj unë se ti jemi realist. Unë nuk mund të shkruaj dot se si janë dallgët e detit, se si një skafis është ndeshur, ose një person që është futur në det dhe ka shpëtuar jetë. Se unë deri te bregu futem. Dhe unë do shkruaj për bregu, nuk të flasim gjëra. Pra kurse meshkujt ndoshta arrin më tepër, kanë më shumë shoqëri. Ne femrat jemi dhe familjare pak, jo të minimizoj meshkujt, po kjo është shumë e vërtet. Pra është, si thash për Balzakun, që rinte dëgjonte zhargonin popullor, ende i menet, shikonte çdo, kurse ne fundit një femër në ora 10 e natës do je në shtëpi, nuk do dalësh më. Unë jam pak më pëlqen shumë. Pak tradicionale? Ja. Po. Ja. Ke qenë apo ke ndryshuar dhe me gocat? Jo, më të 3 fëmijët më përsosin të 3 njësoj, nuk është se bëjnë ndarje. Nuk ke për diferencime femër mashkull, vajzë djalë dhe po. Jo. Thjesht më kanë përsosur, më kanë bërë më të mirë. Unë meritën time u jap fëmijëve të mi. Ata më kanë përsosur. Nuk po gjendem tek pyetjen prandaj, ose ndoshta përgjigjen e të cilave ne e kemi transmetuar për shikuesit edhe për mua këtu në studio. Nuk po gjendem, Alma provoje fatin, ndoshta merr pyetjen e duhur ti. Ka dhe për më mirë? Do e provojmë. Ishte te puna. Ne ritëm edhe kohë kemi. Jo, më duket i kemi rezauruar gjitha. Tani unë kam dhe të pathëna, por që Almana, po dashurin si e përkufizon me 3 fjalë? Dashuria nuk ka 3 fjalë. Apo nuk ka 3 fjalë? Nuk ka 3 fjalë dashuria. Po fute në vorbullin e dashurisë nuk del më. Nuk ka. Dashuria është më mynore. Është gjë më e bukur. Dashuria nuk është vlerësim antik. Jo vetëm dashuria për një person, dashuria ka shumë, si tham, shko, dashuria është për çdo gjë dhe për atë bimën. E di që është gjë më e bukur kur unë shikoj një bimë që çel mes shkëmbit se sa një livadh i tër, sa ajo është lufta e asaj bime që ka bërë, që ka gjetur terren dhe aty. Pra, normale, ti shikon një livadh të madh, ti zhytesh atje, bën fotografi, bën video dhe është e bukur vetë. Po kur shikon të lulen atje, dhe ajo është dashuri. Dashuria është shumë e madhe. Thash, është një vorbull shumë e madhe që ti nuk del dot. Dashuria për njeriu, dashuria për mikun, për shokun, për familjen. Dimensionale. Por ka është. Po frikë? Frikë jo. Fare? Fare. Azis të tremb, të frustron, të frigon? Jo. Po si ka mundësi? Frika çfarë? Nga fakti mos qenit më, nga fakti të ndodhur diçka të pakëndshme. Kjo nga fakti mos qenit më. Apo punon me veten. Bravo, Nemi. Unë them mami im kur ndroi jetë, ndroi me xhaketë roz dhe unë them të iki me xhaketë roz. Pra nëse ne lëm brezat tan, i lëm të lumtur, të krijojmë familje këto, Nemi pjesë e jetës, ne e dim, jo, jam e përgatitur, nuk është se jo. Nuk e njoh frikë. Ose nuk e ushqej. Besimtare? Se është diçka. Besimtare? Po, kam mbaruar katekomenatin 2 vjeçar te kisha te famullia në Vlorë dhe jam e pagëzuar. Në Vatikan e kam emrin. Me gjithë mikeshën time. Mbasi kam mbaruar masterin, bëra dhe shkollën 2 vjeçar. Të ndihmon besimi në jetë? Besimin në Zot. Më ndihmon besimi. Të plotëson si njeri, ngushëllohesh si njeri, gjem paqe në momentet të caktuara? Jam ndihmuar në rrëfim më shumë. Kur thash, kur më ka ikur mami, e kam parë veten të dobët. Dhe aty jam rrëfyer dhe më kanë thënë që edhe ndonjë gabim që mund ta kesh bërë, ka bërë mirë, se kjo do të dhimbja ishte aq e madhe se të zhyti dhe t'ju përpoqet të dileni në një farë mënyre. Rrëfimi është gjë më e mirë. Është e mirë rrëfimi.
Shko, dhe një mikeshe që ti i thua diçka një sekret është një tip përofimi. Por do njerë ti nuk do të ngarkosh, se cili ka, shko, ne jemi koshqent që Shqipëria ka ndryshuar për mirë në 35 vjetë. Ju jeni brez me i ri, por ne kemi shjuar dhe ato ko. Unë e kam shjuar kur veja në tregtare, me ata aromën e portokallës, po dhe tani Vlora është bërë e bukur. Qofse ke fokuson në mendjen tënde fut ato grimcat e mira, kjo është shpërndahet në shpirtin tënd që çdo gjë është e bukur. Jeta është e bukur. Si e ke marrëdhënien me kohën? E vlerëson E vlerësoj çdo sekond. Ngrihem herët, këtë e kam gjë më të mirë. Ngrihem herët, kur shkruaj romane në orën 4 unë jam e ngritur që bëj romanin, kurse poezia thash, poezia është diçka që e bën në çdo sekond, nuk është. Po romani do impenjim më të madh. Edhe e vlerësoj, domethënë unë jam gjithë ditën aktive. Ndërsa në këtë bisedë më arriti qetësia jote. Faleminderit. Më arriti paqja jote. Faleminderit. Besoj se e tillë ka qenë edhe për shikuesit e podcastit. Faleminderit. Të jam mirënjohëse që Edhe unë juve shumë. ndave nga personaliteti, nga familja, Faleminderit. nga jeta jote, Faleminderit. për mua, për gjithë shikuesit e Plus. Edhe unë ju jam mirënjohëse dhe ju falenderoj. Miq, ju përshëndes edhe në këtë takim, në takimet të tjera, interesante dhe surpriza. People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't